Dhe jemi që jemi bashkë edhe sot në takimin e kësaj të hënë, në takimin e javës së re, data 20 prill 2026, sot ora 7 fiks. Nisim ora juaj edhe për ditën e sotme, si zakonisht do të qëndrojmë në 2 orët e para edhe të këtij mëngjesi, duke përcjellë fillimisht lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit përmes oranews.tv. Shohim pak se çfarë ka ndodhur në vend dhe jo vetëm, dhe do të themi pas pak minutash në pjesët e tjera më pas të komunikimit të drejtë për drejtë me ju. Me zhvillimet nga vendi në oranews.tv, kush janë të paraburgosurit që ushtruan dhunë në burgun e Reçit, fillimisht shkatruan sendet dhe tentuan t'i vendosin flakën qelis. Vion zjarri në landfillin e Bushatit, tymi mbulon të gjithë zonën. Ndërtuesi i pallatit Karstës Armando Lilo i Arlis 1 orë në prokurori për shkërbimin e pallatit. Aksident në Sarandë plagoset njëri nga shoferët. Oranews siguron pamjet nga si nisi zjarri në kompleksin Armando Lilos. Jo më polis pas sferave, Skënderhita heq efektivët fantazm në rrugët kombëtare. Bie nga lartësia në ujvarën e Sotirës, shoferi turistëve. Policia jep detaje, 53 vjeçari u rrëzua duke eksploruar natyrën. Call center SPAK arreston David Brendin lidhje me grupin Agim Prekajt, pjesë e skemës dhe Amarillo Saliasi. Skema $50 milion bankers në letra rezultojnë me humbje, por garantoni miliona, SPAK heton transfertat e fsheta jashtë vendit. Kolumbia dhe Shqipëria krijojnë ekipe kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Flakët dalin jashtë kontrollit në landfillin e Bushatit, ndërhyrje nga disa njësi zjarë fikse. Aksidenti rënd në aksin Bicaj Kukës, 64 vjeçari, përplaset për vdekje nga makina, arrestohet shoferi. Po eksploron dhe natyrën, turisti humbjetën pasi bie nga lartësia e ujvarës së Sotirës. Laprak vetë plagoset me armë, paleje dhe shpik autorin. Arrestohet 36 vjeçari që tentoi të mashtrojë policin. Shef polici ushtari i krimit, SPAK zbat lidhjet e ish policit Rezart Kuçi me grupin Enes Hayrullas. Emri 188.5 gram kokain gati për shitje, 22 vjeçarin Durrës arrestohet në flagrancë. Njëri me parashikimin e motit për ditën e sotme dhe të nesërme. Aksident në hyrje të Lushnjës, makina përplas biçikletën pra rreth rrotullimit të trenit, i riu në spital. Emri norvegjez i kapet me kokainë në fier, arrestohet brenda banesës me qera në Patos. Prostitucion në apartamente me qera në Shkodër, arrestohen 5 persona, mes tyre 3 kolumbiane. Peng për vendim drejtësia, avokati Avata, apeli dhe çështje civile më të prekura nga vonesat në gjykim. Aksidenti rënd në Çerm Lush, përplasje zinxhire 3 makinave, mjeti përfundon në barierë anësore. Zjarri në Arlis Rama në Flasin, pallati rindërtohet 100%, nga ndërtuesi banorët marrin bonus qiraj. 20 vite në Shqipëri, por Shqipja mbetet pengesë për komunitetet e huaja. Birën të huajt nuk mësojnë shqip, vendasit flasin italisht. Nga mësues muzikë në kutinë e zezë të krimit, a është Neritan Albati, Ano Karidi i call centerave në Shqipëri. Aksident me vdekje në aksin Milot, Rëshen. Zjarri përfshin tregun në fruta perimeve në Durrës. Aksident në aksin Milot Lezhë, 3 automjete përplasen me njëra tjetrën, plagosen 2 pasagjerë. Zjarri kompleksin nga Armando Lilos, banorët firmosin peticionin ja 10 kërkesat urgjente. Bashkëpunim për humanizmin, IFRC dhe KKSH forcojnë partneritetin. Eksperti pa masa parandaluese rreziku I zjarreve në pallatin mbetet I lartë,
Pas bardhet krimi në Durrës, konflikti i merr jetën 59 vjeçarit. U godit me grushte nga 42 vjeçar. UGSHPD apel NATO-s BE-s dhe organizatave të gazetarëve të ndalet dhuna policore ndaj opozitës dhe mediave në Shqipëri. Vjet dhe luksin ambasador 3, sanitarja Filipinase grabit për 2 vite familjen shqiptare. Pagosja me armë brenda lokalit Tiranë identifikohet dhe shpallet në kërkim autori. Arsenal Alarm është në banesë, arrestohet 62 vjeçari në Lezhë. Djegje e pallatit në kompleksi Arlis, banorët peticion me 10 kërkesa. Prokuroria e Fierit çon në gjyq 3 zyrtarë të IMT-s Divjak për shpërdorim detyre. Emri dogji automjetin e polisit në Vlorë, arrestohet autori kush ishte porositës. Shqipëria dhe BE-ja zhvillojnë dialogun e dytë për sigurimin dhe mbrojtjen në Bruksel. Shkërmohet nga flagët banesa në Pogradec, dyshimet. Dalin pamje, doza kokainë në burgun e Peqinit transferohen 2 të burgosur të përjetshëm. Trafikuan 7.5 ton kokainë nga Ekuadori, kush janë 11 antarët e grupit Pepa. Asi lëvizje, në dabë zbarkon në burgun e Peqinit, kontrole të beftan në qeli. Në burg të dera shtëpis, një muaj pas refuzimit, Adriatik Kupi firmos që durim mbamit të transferohet në qelit e Fushkrujës. Pamjet digjen gomat në brigjet e lumit mat, era favorizoi përhapjen e flagëve. Ndalën 4 protestues u kapën me çantën molotov, një polis përfundon 8 ramë. Plagosja me armë në Tiranë, policia jep detaje ndodhi në një lokal. Shohim të radhës zhvillime nga politika. Zjarin landfillin e Bushatit Hoti, qytetarët e Shkodrës dhe Vau të Dejës po thithin toksina e dështimit të radhës nga qeveria. Lita, policia fiton ndeshjen me protestuesit, strategjia re që izoloi dhunën. Emri përfundon numërimi zgjidhje drejtuesi i ri PD-s në Puk. Presidenti Begaj takon generalin turk Bayraktaroglu, fokusi dhe mbrojtja dhe siguria rajonale. Saljani ka bërë gjën e duhur që po ndahem nga Balta edhe pse ka kosto. Shënjestra hakmarrjes së verbër, Rama nga Abu Dhabi, vendet e gjirit do dalin më të forta se kurrë më parë. Rama ndan fotoalbumin e javës nga samiti i diasporës te vizita në Spanjë, në Itali. Ish ministri socialist i Bërvishet Veliaj, sklavi arrogant që krijojnë bashkim mafjen e tokave. Berisha, Rama mban damkën e hajdutit, kudo që shkon është kthyer një avokat, në avokatin ndërtuesit pallatit në Flak. Pacientët në mëshirë të fatit xhixho 7.000 raste kanceri në vit dhe 116 barna mungojnë, operacionet bllokohen. Tendra që largojnë Europën, Berisha me studentët e Science po, më pak burokraci, më shumë teknologji të garë e ndershme. Blushi prezanton 16 propozime dhe Partisë së Lirisë për Shëndetësinë, dyvishim pagash për mjekët, mbulim total barnash për pensionistët. Takime zyrtare dhe me institucionet e drejtësisë në SBA, kreu i LD-s në kërkim të modelit ideal për drejtësinë shqiptare. Këlliçi voton me familjen për degën numër 10 në Tiranë, votoni për kreun e degës, procesi vijon deri në orën 18. Kreu i LD-s në SBA, takime me Departamentin e Drejtësisë për pastrimin e sistemit gjyqësor në Shqipëri. 100 milion euro për veriun, Rama në flasim, Porta e Alpeve, synon të lidhë zonat malore me rrugë, ujësjellës dhe turizëm gjatë vitit.
Samiti 4 diasporës së Rama, diaspora nuk është më largim për forcë që po ndryshon Shqipëri. Pse nuk e mbështes letrën e Vučić dhe Ramës, Mardakos Shqipëria në bëjë në 2030 ose më herët. Vizita në Spanjë me Melonin dhe Melonin Rama në flasin marrëdhëniet me Italinë më të forta se kur biznesi huaj rrit interesimi. Hapja e konsulatës në Bujanoc. Hoxha kërkes ministrit i jashtëm serb për njohjen e Kosovës. U procedua për goditje, Kalaja nxjerr pamjet, ironizon me pak fjalë, unë kam rrahur policët. Berisha nda video nga protesta e opozitës para kryeministrisë, dhuna policore, habit dhe shtetasit e huaj. Humba totalisht shikimi për 4 orë, hinë që akuza policisë, në spërkatën me sprajt pa njohur, përfundova në spital, ndjegja vazhdo. Përpjekja e dëshpëruar e Spiropalit. Ina Zhuba reagon ndaj Navland Ballës, vendimet e gjykatës respektohen, ju nuk jeni mbi çdo pushtet. Hoxha takimës zë vendën sekretaren e përgjithshme të NATO-s, koordinimi vazhdueshëm për samitin e Tiranës. Berisha dënoi me forcë dhunën ndaj protestuesve dhe drejtuesve të PT-s. Fotodenoncimi, pas 9 vitesh, del në dritë e vërtetë, Arjon Veliet nuk ju dha kur titulli doktor honoris causa nga Grand Valley State University në Shtetet e Bashkuara. Rama për takimin me Sanchez, udhëheqës i mençur e kurajoz privilegj të bashkëbisedosh. Nuk akuzon dy efektiv policie, më sulmuan protest dhe do japin llogari për dhunën ndaj opozitarëve. Nga Londra në Prishtinë, Rama thekson rëndësinë e përgatitjeve për Prishtina 2030. Berisha jap se Spiropali u shpall armike nga Rama. Të radhës lajmet nga rajoni. Babai 19 vjeçares shqiptare që humbi jetën në Greqi s'duhet ta kisha lënë të dilte atë natë. Do të paguaj taksin incidenti pa zakont, 56 vjeçari dhunon dhe bën për spital fshinjin për 20 euro. Haxhiu bën thirrje për konsensus për presidentin dhe shmangje të zgjedhjeve. Në Ballkani ka nevojë për leadership të ri. Konakovic kundër Vučić, reagimi menjëhershëm nga Beogradi. Operacion policor në Vushtrri goditet mbi xhoz ilegal dhe skemat piramidale, 26 arrestuar dhe 150.000 euro të sekuestruar. Nga firmat e Thaçi dhe Dačić, të debatet e sotme e Kosovë-Serbi, marrëveshja e Brukselit shënon 13 vite. Konjusa siguria është kushti i parë për stabilitetin, Rusia kërkon zgjerim të luftës edhe në Ballkan. Bosi i mafjes shqiptare drejtonte aktivitetin nga burgu, arrestohen 2 të rinj për trafik drogën në Greqi. Inspektorati i Punës ndalon punimet në gati gjysmën e vendeve të inspektuara në Kosovë. Omazhe për dëshmorët në Prishtinë nderohet Zahir Pajaziti dhe sakrifica për liri. Ndërtimi në Kosovë përballet me kosto në rritje që njëstrohen banesat dhe bie interesimi për blerje. Zveçla publikon identitetin e të arrestuarit për sulmin në Bajsk, do të kapen kudo që janë. E rëndë në Kosovë, kërcënohet kryeprokurori i Prizrenit, autori ndryshohet një person. Policia e Kosovës arreston një person në ndyshimin për përfshirje në sulmin në Bajsk.
10 zyrtarë përballen me gjoba për mosdeklarim të pasurisë në Kosovë. Kuvendi i Kosovës miraton dërgimin e forcave të FSK-s në Gazë. Hajduti futi dorën te makina dhe ja bëri mamit bam dëshmia tronditse e djalit të Liridona Ademajt. Çfarë dihet për kartelin ballkanik të drogës, antarët e të cilit u arrestuan në Mal të Zi? Vrasja e Liridona Ademajt, prokuroria kërkon burgim të përjetshëm për Naim Murselin dhe bashkëpunëtorët. Nxorën pandemia dhe braktisën në rrugë. 3 autorët para drejtësisë, babai 19 vjeçares shqiptare, sot kanë dasëm në funeral për vajzën. Vdekja 19 vjeçares me tjetër jetë, burri tregon bisedën pak përpara se reja të ndronte jetë, i dërgoi 220 euro. Profili ndryshe që mund të trazoj skenën politike, Vjosa Osmani në teren. Kosova në dorën e Kurtit Shala, nëse do të kemi president apo zgjedhje, kjo nuk varet nga opozita. Në prag të zgjedhjes presidenciale, Bytyçi presidenca mbetet peng, s'ka zgjidhje në horizont. Dalin pamje ka bën armë në municione në Zubin Potok, në Zveçna nuk tolerojmë asnjë kërcënim ndaj sigurisë në vend. Nuk mund as t'i përqafoj babai dhe 2 fëmijët, humbën nga zjarri në Malishev, rrëfehet e afërmja e familjes. Pamje tragjedinë në Malishev, 3 persona gjenden pa shenja jete pas zjarrit në një banesë. Policia Aksion Verit Kosovës sekuestrohen armë dhe municione në Zubin Potok. Kipro vendos kufi moshe për rrjetet sociale. Kurdi përgjigjet njëjtë kur pyetet për presidentin kur të kemi rezultatet do t'ju njoftojmë. 27 vite nga eksodi i shqiptarëve në Kosovë drejt Kukësit. Droguan dhe lanë 17 vjeçaren shqiptare të vdiste në park. Miqtë e saj ushtirën sikur nuk e njihin, ja detaj që nxori zbuluar autorët. Të radhës lajme nga bota. Zgjedhjet në Bullgari fitohen nga Radev, exit pollet nxjerrin fitues ish presidentin pro-rus. Konflikti me Iranin, sekretari amerikan i energjisë, jemi afër një marrëveshje me Iranin. Papa mesazh të rinjve, ndërtoni një botë më të mirë pa luftë. Masakër në Shtetet e Bashkuara, 8 fëmijë të vdekur dhe në të shtënat pas një ngabitje familjare në Louisiana vërtuan. Ankandi Titanic, një leku i shpëtimit i anijes fatkeqe, shitet për 670.000 pound. Alarm në Austri, gjendet helm për mint në kavanozin e ushqimit për fëmijë hip. Negociatorët amerikanë drejt Islamabad, Hormuzi vijon ende i mbyllur, larg marrëveshjes SHBA-Iran. Japonia nxjerr emër të ri për vapën përvluese, temperatura brutalisht të larta. Bullgaria voton në zgjedhjet parlamentare, sondazhet nxjerrin fitues ish presidentin Rumen Radev. Negociatorët po shkojnë në Islamabad, Trump Iranit pranoi marrëveshjen ose do shkatrojmë çdo urë dhe term central. Hormuzin bllokada anijet detyrohen të kthehen për shkak të pasigurisë në zonë. Prasje e forcë SHBA-Iran Mahmud Pasekshyan i kundër vija Trumpit, askush s'na heq të drejtat bërthamore. Vance falenderon Papa Leon dhe sqaron nuk ka përplasje me Trump, realiteti është më kompleks. Siguria e shtuar në Islamabad, Pakistani përgatitet për raundin e dytë, bisedime me SHBA-Iran. Bëhet plan për mbrojtjen e anijeve në Hormuz. Kërkohet mbështetja e Shteteve të Bashkuara. Korea e Veriut lëshon sërish raketa, Seuli kërkon ndalimin e provokimeve. Emri kapet Meksik, një nga më të kërkuarit e Europës, merr fund arratia e trafikantit hungares.
Vritet paqëruesi francez në Liban okupon thirrje për respektim të armbushimit. The New York Times Irani The New York Times Irani mban 70% të raketave edhe pas bombardimeve intensive. Maraton zgjedhjesh në Bullgari 8 votime në 5 vite, sistemi në krizë. Hezbollah vendos kushte 5 kërkesa për paqe pas armpushimit me Izraelin. Pritë organizuar në jug të Libanit. U vrau ushtari francez, Franca drejton gishtin nga Hezbollah. Izraeli disi të fitoj, Trump lavdëron Tel Avivin dhe sulmon aleatët evropian. Hormuzin në kontroll të fortë nga Irani dështojnë negociata SBA paralajmëron rikthim të luftës. Irani kushtisa e Hormuzit do të mbetet e mbyllur derisa të hiqet bllokada e Shteteve të Bashkuara. Tensione lindjen e mesme, zëvendos ministri iranian, Irani nuk është gati për bisedime të mëtejshme me Shtetet e Bashkuara. Video vrasja Miglovan Dakajt në Spaj momenti arrestimit të 3 autorëve. Wall Street Journal SBA zgjerojnë fushallën për të kufizuar transportin iranian në mbar botën. Dhe në fund lajmet nga sporti. Lyon poshtë Paris Saint-Germain në Ligën 1 ndizet gara për titull. Juventus i poshtë Pasteur Bologna dhe blindon pozitat në zonën Champions. Gara e fortë për Final Four dhe mbijetes jashtë ndryshon renditja e superiores pas javës së 32. Uruguajanët përsëri kampion botëror kurse Martinelli, radiokronist sportiv Brazil 1950. E bushme Diego Simeone në drejt largimit nga Atletico pas 16 vitesh, merr drejtimin e futbollisti i Veronës grushte me një tifoz pas humbjes ndaj Milanit. Cristian Aslani gjen golin e parë me Beshiktashin, por ekipi i tij humbet. Video incidente jashtë Allianz Arena arrestohen mbi 100 tifoz para ndeshjes Bayern Stuttgart. Skënderbeu dhe Llaçi sigurojnë rikthimin në biznes superiore. Bayern i bën gati 2 lëvizje në Mercato përpara botërorit 2026. I eliminojnë Champions, Arsenali synon 3 lojtarët e Sportimut në ver. Tare nuk mendoj për të ardhmen time, jemi të përqendruar të objektivit Champions. Video demollari rikthehet në Bukuresht, tifozët rumun i rezervojnë një pritje madhështore. Milan Juventus përballje 2 fish në një javë agenti Lewandowski drejt takimeve me 2 klubet. Skënderbeu në superiore trajneri Gjoka zbulon se çfarë do të ndodhë me të ardhmen e tij. Rikthimi Elit Halili zbulon planin për Superligën, 80% e skuadrës do të qëndrojë. Largimi i papritur i trajnerit Tota zbulon prapaskenat e vendimit tronditës. E largimit të Tovës dhe prapaskenat e kombëtarës Flet Demi, ja si trajtohen yjet e superiores. Ai ishte trajneri i Tova Kurban, një Ignatias Halili zbardh prapaskenat e vendimit që tronditi kampionatin. Dorëheqja e Tovës u Lozeqi zbulon prapaskenat apo tentohet fundosja e Ignatias. Vendimi i papritur më gjyshi si po ndikon divorci përpara kohe të kampionit. Largimi i trajnerit Zeka na vjen keq, por objektivat nuk ndryshojnë. Elbasani skuadra e dytë që siguron matematikisht Final Four. Bayern i poshtë Stuttgartin dhe fiton zyrtarisht titullin e 35 kampion. Manchester City ndes garën për titullin poshtë Arsenalin në ndeshjen direkte. Paga Rashford pengesë për qëndrimin e përhershëm të anglezit të Barcelona. Barça kryeson renditjen e akademive në Europë, ndërsa Real Madridi vjen i dyti. Milani merr kthesën për krizën, pas krizës fiton ndaj Veronës dhe ngjitet në vendin e dytë. Këto ishin lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit. Përmes Oranews.tv shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe kthehemi pas pak në pjesët e komunikimit të drejt për drejt me ju. Flasim dhe kthehemi në studion në pjesën e dytë të programit dhe të parën e komunikimit të drejt për drejt me ju. Në këto 3 pjesë një pas njëshme do të jemi së bashku duke komunikuar
përmes bisedave në studio, jemi drejt për drejt në Ora News dhe në live stream në oranews.tv në 068 99 00008 068 60 54 639 në këtë mëngjes të sotëm të parë të kësaj jave hënë data 20 prill 2026. Ju ftojmë edhe sot të na bashkoheni dhe bëni pjesë e programit për të gjithë ju që dëshironi. Patjetër, numrat i keni aty. Ne më herë ju përcollëm lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit përmes oranews.tv, të cilat patjetër ju i gjeni më të detajuara dhe më të specifikuara duke klikuar dhe vetë nga kudo që ndodheni për t'u informuar aty mbi lajmet e fundit dhe jo vetëm mjafton të klikoni në oranews.tv. Hapësira nga ky moment deri në përfundim, pra deri në orën 8:50 minuta është për bashkëbiseduesit përmes bisedave telefonike, por edhe të tjerët që dëshironi të ndani me ne, qoftë shqetësime apo mesazhe përmes rrjeteve sociale. Mirëmëngjes, telefonata e parë për sot. Mirëmëngjes. Flas me Klodin. Jam Klodi. Klodin, përshëndetje ja. Përshëndetje. Duhet bëj një pyetje të unë jam pensionist, po jam me shësi dhe italiane. Bukur. Kemi bërë ato kërkesat. Po afrohet viti, vashova qysh korriti i kemi e shumë. E di, ka vonesa i dashur, e di. Ka vonesa, a? Po, ka vonesa, por do dalë. Nuk besoj që do vonohet, shumë se do rregullohet. Në rregull. Faleminderit për këtë, do e unë dashurën. Pa merak fare, sa herë të toni, ne këtu jemi. Rrosh, faleminderit. Të përshëndes shumë, faleminderit. Di dhe jam të mbar. Shkoj me telefonues tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Të bëj një pyetje një të parë. Për e gratë që të moshës 65 që dalin në motë, sa vite punët dhe të kemë? Persona që dalin në 2027 po thua? Po. 39 e 4 muaj. 39 e 4 muaj. Po. Faleminderit. Asgjë të lutem. Faleminderit dhe ju për telefonatën. Shtohet deri pra në mos gaboj një sekond. Në 2000 që do shkoj maksimumi 40, do t'jetë në 2029. Pra në 2027 në 39 e 4 muaj, 39 e 8 muaj në 2028, në 2029 do shkoj 40 vite punë për të quajtur pra si pensioni plot me vite. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Isha pyetje për diçka mundet. Patjetër. Isha mamën këtë vit që kaloi për ndjer pension. Aha. Ose Shqipëria sapi i ka numër për sa vite kështu ja. Sa sigurime që ka paguar mas ligjin. Që do të thënë që ose bëni fëmijë 2002 pagovi një lloj tarife. Nga ato është ndëruar emri, unë një vit e gjysmë i gjeta këtu. Edhe tash i të thonë 12 vjet e në muaj nuk i takon pensioni, bie pagoj edhe të tjera. E kuptova. Do të thënë kjo pjesa që i mungon ku ka qenë? Në kortë ka numër gjuhën. Është ndëruar emri. Me të ndëruar emri tash e pranova një vit e gjysmë, sa pa iq ç'ti bëjnë. Pa një gjyq për një vit e gjysmë. Pra është pjesa e kontributit që Pra kontributit që ka lindur një fëmijë 2002 edhe i takon 3 vjet, domethënë një si sigurime. Po mirë, domethënë sipas pretendimit të tyre, pse nuk njihet kjo periudhë? Nuk njihet diun vetëm kaq, që ndëruar emri, kupton? Ato që ndëruar emri i parë një vit e gjysmë. A është ndëruar emri? Po si është ndëruar emri? Po ti më ka shkruar me do të shoqë në vot, i ka shkruar duke një ditë. Po domethënë ndryshimi është rrënjësor apo ka lidhje me emrin? Pra si e ka dhe si është? Nuk e di valla më thënë. Po pra, po sepse nëse ka ndonjë ngatresë të vogël ajo zgjidhet, por nëse emri është ndryshuar totalisht, nuk zgjidhet pastaj përveç gjykatës. Jo, po vetëm një shkronjë, vetëm një shkronjë ndëruar. Po vetëm një shkronjë nuk ka nevojë për gjyq ajo. Kush ka thënë? Jo, për gjyq, do për një vit e gjysmë gjyqun do shite. Edhe një herë, i nderuar, dëgjoj pak. Nëse është kështu, si e ka emrin nëna? Vetëm emrin. Razmije. Si e ka të shkruar atje në? Atje ka rapije. Po mirë, ke tentuar që të marrësh një vërtetim nga ana e bashkisë dhe ta çosh te sigurimet që thotë kemi të bëjmë me një person se ndryshimi nuk që ka dhënë që rrënjësor. E ka marrë Allah pa e li që s'kemi nerva se tu i njojmë tërë ku jemi edhe më të shkuja. Nësë është punë nervash kjo i nërruar, për s'ke pse e lë pas dore se është. Allah, po tu një punojës në rrojë një vjen i këna të diunë, së të rëmber.
Po te bashkia duhet marrësh një dokument që thotë vërtetojmë se kemi të bëjmë me njëjtin person, emri në regjistra dhe emri vërtet që ka nëna. Unë nga Bukaresti, Bertu Bukaresti, nisë sulme shoqërore, ta dilte që kthehen që 2006 në pension. 2005 dilte në ndor. Janë dhënë dokumentet i njëjtën 12 vjet e natë muaj, e kupton? Po pra kuptova dhe të mungon kjo periudha që ka ndryshim emri. Po të mungon kjo vit e gjysmë. Bravo, merr nga bashkia një vërtetim që thotë kemi të bëjmë me të njëjtin person dhe kaq. Ku ta shojë sigurima shoqërore prapë? Patjetër. Sepse kur ka dy bashkisë më në fushë, unë i marr vesh se ka kanë avur 100 tyra. Jo, s'është ka, është një dokument, ka ta japi, më besoj që ta japi. Thjesht i dua për efekt pensioni që vërteton se kemi të bëjmë me njëjtin person dhe po mirë, faleminderit. Të lutem, faleminderit e ty për telefonatën. Gjithë të mirat. Edhe juve shkojmë me tjetër telefonues nëse na ka pritur, kemi në linja apo jo? U largua. Pak çaste në 7:35 minuta. Alo, përshëndetje. Alo. Klodi, si jeni? Mirë, si jeni ju? Kam probleme. Më thuaj. Nuk është bëjë një padrejtësi. Pse? Padrejtësi e zbujshme edhe ashtë Okej. Në vit në 2014 ndel gruaja në pension. Me 15 vitet, me 35 vitet plota. Ishin atëherë. 15 vite ishin punë kooperative, dhe 20 vite kontribute. Bukur. Shkova në komunë, jam nga Pezon. Dakord. Shkova në komunë për të aplikuar për pension. Kontributet i fillova në 91-shin edhe mbyllën 2010-ën, 20 vite. Se i plotësova vitet. Po. Kisha dhe një vit rezervë, se vitet i sonë në ta. Shkova në komunë për të aplikuar ke dega sigurimeve. Thash të marr letë, shkoj të marr vitet e punës, në Lundër. Si të tjerë. Po, vitet e punës, i ka sjell drejtoria penale. Ishte si 15 vite. Plota 35. Po. Bona letrat, edhe i dorëzova në degën e... Pra i kishe në rregull. Rregull, po vitet po pra. Po. Për kur bëhet fjalë, për cilin vit? Ngjoj më vëmendje, mjep pa kohë. Okej, po duan kohë të tjerët. Bjeri më mirë, mos e merr kështu në mënyrë kronologjike, dalin te problemi, ëh. Mund ta shpjegoj shpejt. I dorëzova ke Muslim Shyri. Ja, këtë mund ta shmangi për shembull, i dorëzova te Muslim Shyri. Mund ta shmangi për ta. Bin njoftoj se kishte problem me emrin. Shkoj në drejtori renale. Po tani të lutem, i nderuar, po dëgjoj, po jo pra jo, nuk mund të ashtu, të lutem. Nuk jemi në, domethënë, jemi në kohë televizive, nuk jemi në kohë të lirë. Bashkë, më dilte problemi tani. Domethënë ka ndodhur gjithë kjo, ti ke aplikuar dhe çfarë ndodhi? Mirë, kam aplikuar me vendim gjykate, me 2 vendime gjykate. Bravo, për emrin. Shkallës parë edhe topelit i dorëzova atje për emrin. Që sot emri vërtet. Po, çfarë than pastaj? Pastaj më hoqën vitet e punës. Pse? Më hoqën 2 vite punë, e din ata? Po jo, dakor pra. E kuptoj përgjigjen, e din ata, po pse, çfarë të thanë ty që i hoqën? Mu më thanë, nuk i ke pas. Ku ke punuar këto vite? Ku ka punuar zonja? Gruaja, zotëri, gruaja. Po mirë, dakord, gruaja po them, buri, e kuptova. Ku ke punuar? Okej, ku ka punuar pra? Ka punuar kooperativ. Po. Ishin 16 vite. Në cila çfarë moshe ka qenë ato kohë që i mungojnë 2 vite? 60 vite, 60 vjet. Ja, shikon, unë them çfarë moshe ka pasur ku ka punuar, ti thua 60 vjeç. Kur ka punuar në ato vite që i mungojnë. Po tash atje ndosja ata, ku diun tash. Janë ndosja ata. Pa arsye pse nuk llogaritën, ta ka thënë sigurime shoqërore. Tash thonë nuk janë. Pastaj shkova në Lundër për të pa për vite të tjerë. Po. Gjeta një vit. Se i dishte që janë 16 vite të plota. Po, bukur. Se kishte vite i pa plotsuar. Çfarë bëre pastaj? Gjeta një vit edhe e dorëzova. Edhe u bën 34 vite. Po. Ka një vit tash. Ky vit tash më kalon pensionin peshëm. Po, normal se janë vitet e plota.
Edhe kështu që unë tash po unë nuk shkova madje as në Bajata. Kur ka dalë, domethënë kur e ka plotësuar moshën zonja? Kur ka plotësuar? Kur 2014. Atje kishte punonjës që e kuptova, po punonjës kanë institucion, o i dashur. Domethënë ne duhet të kapim thelbin. Nuk më njihet kjo periudhë dhe pse. Dhe mendoj që kjo është shumë pyetje e natyrshme që të vjen në rast se ta thonte sigurimet apo në çdo institucion tjetër për diçka që nuk të pranohet, qytetarit i vjen natyrshëm përgjigjja po pse. Sepse pseja ka shumë rëndësi edhe në orientimin që ne mund t'ju bëjmë ju. Më kupton? Është larguar. Okej. Kemi një telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Nuk na ka pritur. Mirë, në 7:40 jemi para se të ndalemi të telefonuesit e tjerë. Do të flasim për pensionet private, aq shumë të kërkuara nga ju kohët e fundit, sepse e keni kuptuar që janë mënyra e vetme për të prodhuar, po themi kështu, pension dinjitoz, atë që secili prej jush meriton. Shikoni, ka disa faktorë të cilët bëjnë diferencë të madhe në këtë shtyllën e dytë pensioneve. Pra që ka të bëjë me kontributet private, sepse sa më herët fillohet, aq më lehtë është bara financiare për ty dhe aq më i madh është përfitimi pastaj në afat gjatë. Që do të thotë, në krahasim me një 30 vjeçar, një 50 vjeçar, patjetër që ka pak fare më të vështirë. Jo se është e pamundur, por do të sforcohet pak më tepër në mënyrë që të përfitojë. Por në çdo rast, pavarësisht moshës që ju keni, përfitimi është gjithmonë më i lartë nga sa kontributi, sepse e tillë funksionon dhe kjo është logjika apo esenca në fund të ditës. Janë 10 mesazhe çdo ditë që publikohen nga Fondi Sigale dhe në rrjetet sociale, të cilat ju ftoj që t'i ndiqni sepse aty ka element kuptim plot të asaj se çfarë ka për qëllim pensioni privat. Dhe secili prej nesh duhet ketë një llogari për pension privat, pasi nuk i kushton asgjë, përkundrazi në momentin e parë ti deli përfituar dhe çfarë do lloj kursimi që ke në muaj, nëse ti e depoziton aty thjesht të shtohen, që të mos hallakatemi më tepër me detajet të cilat ndoshta ndonjëherë janë edhe të pakuptueshme, por vetëm kaq është logjika që ti në momentin e parë që bëhesh pjesë e pensionit privat përmes Sigal Invest, qoftë edhe 10 euro që depoziton në muaj, ti deli fituar, sepse këto para në çdo rast kurdo që ti marrësh, do t'i marrësh me interesat përcaktuara sipas kontratës që bën me kompani. Kështu që sado që të jetë, në rastin konkret është rreth 4.6% thim vjetor në vit, sado që të jetë, ti deli fituar, pra merr për herë më shumë nga sa ke kontribuar apo investuar për veten tënde. Llogarinë e ke të kontrollueshme 24 orë në 7 në aplikacionin për kadës përmes aparatit celular, nuk u mbet asgjë. Thash edhe një herë, është një pagesë e cila në çdo rast, duke marrë edhe ato më fatalet, është i trashëgueshëm si fond. Te pjesa tjetër e familjarëve nuk humbet asnjëherë, ti përcakton vetë pensionin se sa dëshiron dhe në bazë të vlerës financiare të përcaktohet edhe kontributi që e theksoj, kontributi është gjithmonë më i vogël nga sa përfitimi. Kështu që mos e humbisni këtë mundësi fantastike, që ky apel shkon edhe për kompanitë apo bizneset, si edhe për individët, cilët janë në mas tashmë, nuk di të them një numër të caktuar, por di të them që janë mbi 40 milion euro asetet menaxhuara nga Sigal Invest ndër vite, duke bërë kështu lider si në çdo drejtim tjetër edhe për çështjet e pensioneve. Kështu që telefononi në numrin e mëposhtëm për të bërë dhe ju pjesë përpara se të jetë vonë. Faleminderit Sigal. Mirëmëngjes, telefonata tjetër, përshëndetje. Alo? Na bëri vezile. Okej, presim tjetrin. Alo? Mirëmëngjes. Po, mëngjes. Urdoni, mirë. Klodi Karajt desha. Po, Klodi jam urdoni. Klodi mirje? Mirë shumë, si jeti? Jo, të lutem shumë, jam Romeo Shyti, jam nga Fjeri, të parat e bashkisë. Me një Alma Ajdarajn, kam 11 vjetë që më kam ujë. Nuk jam debitor, dhe kjo, me gjithë një nërkretare të bashkisë, një Mirella Patushi, qa ka rrëdi, më kërkon mua, mas kaq vjetëve, ose do bësh këtësat, ose do dalë për jashtë ati shenë, kështu me shenë ma tha. Këtë se marrë do të një qënë, se nuk e kam zonjën që të përgjigjet.
Atër, mirë, dakord. Çfarë bërë kryeministri Edi Rama, që kanë bërë këta për vetë qeverisje, çdo të thotë kjo vetë qeverisje, çfarë e këto, banesa sociale as nuk shiten i dashur Klodi, as nuk blihen. As nuk shiten, as nuk blihen. Me japin urdhër, dhe kush është kjo zonja Alma Hajdaraj, që më jep mua urdhër dhe më bezdis mua me telefonin ditë e orë. Baba im është i paralizuar. Për çfarë e ke këtë konflikt? Kam 11 vjet pa ujë. Pse? 8 vjet me lapa drita. Ka i diskriminimit Robert Gajda më ndihmoi, që i lidha dritat. Tani kjo më kërkon mua Qishe Renell, më kërkon dhe vitet nga 2011, 12, 13 dhe 14, që unë në 2015 në fuja në banesën sociale në Fjerë, të banesën sociale të Qëtëuja. Tani kjo mua më kërkon të tjera e sape, që kaluara. Shtëpia ime, që është tip dyqan, ka qenë, punonin me vajzat atje. Edhe mua më kërkon dhe ajo, pas 3 muajve që unë futa pas 2015 vjetës që futa unë në shtëpi, më kërkon dhe mua ajo ka 1.800.000 lekë drita, tha mua. Të lutem i thashuna, unë kam 3 muaj dhe nuk kam asgjë në shtëpi, thash. Alma Hajdaraj. Më tha mua do paguash se s'bën ose unë pres ujë drita i preu, drita të ujë. Ndjenja kanë 11 vjet pa ujë. Po drita dhe ujë nuk i pret në kryetarin e bashkisë tash. Drita dhe ujë i pret administratori i pallatit Alma Hajdaraj. I kam bërë ankesë dje në polici, partije. Okej, mirë. Kam dhe letrën këtu, që kam që të lutem shumë, me i thoje Edi Ramës, qa bën Edi Rama? Qa bën Edi Rama, vlla? Ç'lidhje ka tani kjo, e kupton? Qa bën Edi Rama? Po ku hyn kjo gjëja këtu? E para një shiko, i nderuar, ka një gjë dhe kjo vlen për gjithë. Ju jeni të drejtën tuaj që të thoni çfarë dëshironi në kuptimin e pretendimit se ju është bërë ndonjë padrejtësi. Unë s'kam asnjë lloj kompleksi me këtë. Ajo që më kërcet është fakti kur dalim këtu dhe përmendim emra, jo se është gabim. Shumë që përmend emra dhe thua që ky person ka bërë padrejtësi, por është pamundësia jon aktualisht tani në këtë moment për ta ballafaquar këtë gjë. Dhe nga ana profesionale, po flas tani si përfaqësuesi i medias, nga ana profesionale është pak keq kjo. Sepse është njësoj si të përflitet për dikë, për ty për shembull, që more në telefon, dhe ti e dëgjon dhe e ke të pamundur për të reaguar në atë moment, se thua prit se nuk është kjo e vërteta, nuk kam dhe unë të vërtetën time. Dhe zonjën në fjalë ne s'kemi se si e marrim tani për ta vërtetuar këtë gjë. Ndaj është pak e papranueshme për të thënë që ky kështu, se të gjithë kanë atë të vërtetën e tyre. E vërteta është një, por secili ka versionet e tij për të mbrojtur pse jo edhe vete. Që unë mund të jem dakord se ajo që ti thua mund të jetë e vërtet, por ama duhet bëj dhe unë atë rolin tim mbi palët për të dëgjuar edhe pjesën tjetër. Sa kohë e kemi të pamundur, mbetet thjesht ajo që ju pretendoni në kuadër deklaratave, sepse as administratori, as kryetari i bashkisë, as nën kryetari i bashkisë nuk janë prerës dritash dhe lidhjesh uji. Ka institucione si kundër janë përfaqësuesit dhe ujësjellësit apo ata ato shes, elektricistët, përkatësisht dhe hidraulikët, që nëse ti nuk paguan për një farë kohe, detyrimet që ke pas konsumit të energjisë ose ujit, të bëhet ndërprerja deri në momentin kur ti bën pagesën. Pra janë procedura që i dim se si funksionojnë. Gjithsesi thash, secili është në të drejtën e vet për të dhënë version apo pretendime, por kur fusim në palë të tjerë, pastaj duhet të tregojmë kujdes sepse për ju e kam, jo për mua, sepse unë dita ta bëj këtë lloj ndarje dhe të them që stop sepse nuk është korrekte kjo gjë që po bëjmë. Gjithsesi, duaj ky sjarim, regjia e di që u mërzitet dhe ju, por s'kemi ç'bëjmë. Alo, përshëndetje. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Përshëndetje. Përshëndetje. Po, jam një invalid. Po? Plot. Dhe rritja që u bë tani në janar 6.000 lekë. Po. Dhe kam një prirë që doja të vajta të një pensionin, me kanë dalur dhe ato që më kishin herë 6.000 lekë. Pse? Për janar, për shkurtin. Mos e ke marrë gabim apo jo?
Jo gabim, 6.000 lekë, u tha 6.000 lekë që e përfitojnë ata invalidët e plot. Dhe tani më thonë që nuk të takon. Arsye? Të takon ka dalë një se kalon mbi 300.000 lekë. Bravo, po kalojnë mbi 300 nuk të takon, shiko pak i nderuar. Po ty nuk ta kanë hequr. Sa e ke pasur në janar? Pagesën domethënë në dhjetor, jo në janar. Sa lekë marr invaliditet? Po marrë se marrë dhe nga bashkia, një 30.000 lekë. I dashur, edhe një herë, të lutem. Sa lekë merr në total nga invaliditeti? Marrë 320. E po e ke marrë gabim që në janar pastaj. Jo, 320 i marrë komplete, po me gjithë ato shtesat që bënë një ujë për drita që për... Dhe që ato llogariten këtë herë, ndryshe nga jetët e kaluara që janë hequr, këtë herë llogariten si pjesë e pensionit. Unë kupton? Është bërë një gabim që ju keni marrë gabimisht sepse ka tavana. Për shembull, invaliditeti shkon deri në 300 dhe jo më shumë. Pensioni urban i plot shkon në 400 dhe jo më shumë. Familjari 180 dhe jo më shumë dhe kështu me radhë 220 pensioni pjesëshëm urban dhe të gjitha kategoritë. Kush e ka pensionin 300 po themi invaliditet apo më shumë nuk përfiton nga kjo shtesa që është bërë. Prandaj është ndërprerje. Vetë na i hodën, vetë na i majtë. Mimi, dakord, okay, po ju sqaroj se si është. Pra, ju nuk duhet kishit marrë sipas përcaktimeve, ose për mua duhet kishit marrë dhe duhet ishte bërë ndryshe, po tjetër gjë kjo pastaj, se na merr njëri për bazë në kuptimin e pasi ndodh fakti, por që sipas asaj që u përcaktua nuk kishit pjesë e kategorisë përfituese. Të lutem, faleminderit ty për telefonatën. Kemi tjetër? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonjë. Ne jemi këtu nga lagja 18. Na kanë bëj një lidhje, si ishim pa ujë, na kanë bëj lidhje, na kanë prish këtë robinetat e shtëpisë, po na prishin këtë tubat e shtëpisë, na kanë bë pare le pasi gjë, shko amperi ujë 10-20, po na çan tubat e ujit, nuk arrisim me mush ujë plot, ka 2 javë. Do më thonë po na çajnë tubat e ujit. Pse? Nuk e di kush e ka bërë. Çfarë po bëhet aty? Asnjë gjë, çfarë po bën, nuk e dim kush e ka lidh. Po edhe një herë, si e ka lidhur? Dhe ç'lidhje ka me lidhjet që keni bërë ju? Është lidh direkt ajo pompa e ujit. Ku? Ajo ka një presion po na i shkatron mobili ato pjesë e shtëpisë komplet. Po si po i shkatron, ma thuaj? Çfarë ka ndodhur? Ka shumë presion. Edhe? Nuk po e rregullon njëri, na qem bashki. Po le të ketë presion, pra çfarë problemi prish se këtë s'po kuptoj zonjë. Prish ajo se ajo ka amperin 10-15. Ujti shkon lart e çakrit tubat e shtëpisë. Po jo. Na ka vuj pompë për bashkët, na holladisën ka 10 ditë pa ujë. Nuk e merr përsipër as bashki, as komunë, as administratori pallatit. Ku banoni ju? Këtu ke lagja 18. Në Durrës? Po, në Durrës, lagja 18, pallati 1056. As merr, se nuk na pret as i zyra, as i zyrë. Se çfarë bëjmë tash na nuk e dim. Lagja 18 apo jo? Po, lagja 18, pallati 1056. Jo, s'ka gjë. Keni njoftuar dhe çfarë ju kanë thënë apo? Ishim ke bashkia, nuk na pret asnjë. E qartë. Okej, mirë. Në kë komuna jo, nuk na pret. E qartë. Po e mbajmë shëndim zonjë, faleminderit shumë se jemi vonë me kohën. Faleminderit, jemi ka 10 për të kaluar, e kuptova, për të kaluar në publicitet dhe para se të kalojmë në spotet publicitare, do t'ju japim këshillën tashmë për disa ditësh ose për gjithë ata ju të cilët vuani nga problemet e kockave dhe të nyjeve, zgjidhja ka ardhur edhe në Shqipëri është OSO, një preparat i prodhuar sipas standardeve të BE-s duke garantuar cilësi dhe siguri patjetër në çdo hap të procesit të tij. Efektet do t'i keni të menjëhershme. Dhe nuk është një qetësues pra ti ke një dhimbje të caktuar në nyje apo në kocka dhe përdor, po themi, si qetësuesit e zakonshëm që për një moment të largohet dhimbja. Jo, ka për qëllim në fakt edhe rekuperimin e plot të kockës. Ndaj është ideale sepse nuk ka efekte anësore në kuptimin atyre efekteve të ilaçeve specifike, pasi është i përbër nga elementë të tillë që trupi e përthith mjaft mirë dhe kapsula po ashtu është lehtësisht e përcjellshme dhe ju do të shpëtoni nga një problem që ndoshta prekin shumicën prej qytetarëve pavarësisht moshës, ku më shumë e ku më pak,
Ndaj duhet, sidomos në kohët e sotme kur ritmi i jetës është pak më i shpejt në kuptimin e drejt për drejt të fjalës, për të kapur atë sa në një punë, në një aktivitet tjetër, në shkollën e fëmijës e gjitha me radhë. Kështu që le të jetë bashkëshoqërues Oso me ju dhe do të jep në fund me një herë dhimbjet e kockave dhe të nyjeve për të rikthyer pse jo cilësinë e jetës që keni pasur më përpara me Oso. Kthehemi në studio në pjesën e tretë të programit, ora 8:02 minuta, vijon komunikim me ju, mirëmëngjes telefonata, përshëndetje. Mirëmëngjes Klodi. Mirëmëngjes. Jam një qytetar nga Tirana, por duhet bëj një denoncim, duhet denoncoj shtetin shqiptar. Ky shtet s'do të më kthej pronat mua. I kam të lishme më vëlla. I kam të lishme, nuk më nimon as avokati me ndim juridike që vetë ky shtet ka nxjerr ligj për ndim juridike. Kam harxuar kaq vite që kam bërë letrat, bëra gjyq te ajo këtu e rresit që ajo i Mariana Shengani më dha vendimit prerë për ndim juridike, vendimi prerë, i formës prerë nga gjykata për ndim juridike falas. Nuk më nimon ky shtet, nuk do me kthim pronën. Nuk pa që bëjmë që në Vlorë, që Ankimun këta specialiste e kryeministrisë. Ankimun, pse Ankimun? Ajo ishe më rregull të gjitha, asnjë lloj konflikti, asnjë do vendimi i qartë, i formuluar nga sekretarja, nuk do të më kthej ky shtet. Po, lloj marrëveshjesh, nuk do më kthim pronën. Alo. Po do dëgjoj, po di si të përgjigjem te kjo pjesë. Çfarë them unë i varfë, më nuk dish ku të marr në ndihmë në idenë si të veproj, ku të vete, çfarë të bëj. Këtë mja për shë një ide vëlla. Por nuk e di çfarë pretendon që do t'jap ide pastaj. Po unë pretendoj të më kthejnë pronën, ose në i farë mënyrë avokati që ndihmon mua, ideja e fundit fare, më e kthena, të tërheqin dosjen që është, supozohet se është. Po duhet flasësh me avokatin për këtë. Ke gjykata, po nuk kontaktoj dot. Nuk më përgjigjet ai, është i detyruar. Se ai merr pagën në shteti. Është i detyruar të ndihmoj mua. Një gen gjinçi. Dakor, s'është puna ty ajo, po domethënë kush të ndihmon avokati, jo, që e ke paguar. Si mund të ndihmoj një palë tjetër që s'ka lidhje me procesin. Më kupton, pra, nëse diçka është në shqyrtim gjyqësor, ne kemi të pamundur për të bërë gjë. Në çfarë do lloj rrethane dhe kërkese të pretenduar nga ju, se çështja është në gjyq, ti koordinohesh me avokatin për veprime ligjore. Dhe çfarëdo që të themi ne pastaj shumëzohet me zero në kushtet e asaj që ti në rastin konkret pretendon. Pra nuk ta zgjidh situatën opinioni apo këshilla që mund të t'japim ne, në kushtet kur çështja është në gjyq, kur ti përfaqësohesh nga një avokat dhe e ka detyrim patjetër për t'ju përgjigjur kërkesave të klientit, se tek e fundit mban familjen me atë profesion si çdo profesion tjetër. Mirëmëngjes telefonata. Mirëmëngjes Klodi. Pardononi. Mirëmëngjes Klodi. Mirëmëngjes. Jam një zonjë nga Dushi, lagja 5. Kemi problem prap me pallatin Kastrati të tërmetit të Vanjus Dakos. Është mbushur prap me plera, me ujë, me mikrobe, nuk hapim do dritaret. Kemi po marrim infeksion, po shtrojmë në spital. Para 4-5 ditë vajta te bashkia të takoja kryetare, nuk ta linte policit e dera. Të lutem, po do të dërgoj dhe foto, na dërgoj një gazetar. Mi dërgo ti shoh fotot. Faleminderit Klodi. Faleminderit ty për telefonatën. 85 minuta, duke se është rasti përsëritur aty, mos gaboj, kemi përcjellë edhe para disa kohër si fenomen dhe se kuptoj dhe sjelljen e njerëzve aty në kushtet kur jeton ose kalon në një vend ku disa kate mos i përkesh shtëpinë dhe të kontribuosh në mosmbajtje, kjo është pastaj çmendurimi. Mirëmëngjes telefonata. Si kaloni? Mirë, si jeni ju? Kam një problem këtu e një vit e gjysmë. Kam blerë një truall në Tiranë në 2005, por kur bëm regjistrimin e pronës, aq dinim, dhe nuk morëm certifikatën e pronësisë. Po. Morëm vetëm vërtetimin që prona u regjistrua. Po. Dhe tani ndërtuam atje, kemi marrë dhe legalizimin e shtëpisë, dhe vjet në gusht
jo, par vjet në gusht, bëra kërkesë për të marrë certifikatën digitale. Po, çfarë ndodhi? Dhe nga momenti që bëra kërkesën, filluan të më kërkojnë dokumenta të tjera. Më kërkuan nga dhe njëherë dokumentat e noteres. Po. Ja mora, ja çova. Çdo herë që bëja kërkesë, më kërkonin dokumenta të tjera. Po. Dhe kam këtu e një vit e gjysmë që brez për certifikatën digitale. Atje ku i bëra në një zyrë arkitektonik, çfarë quhet ajo, arkitekti që merret me këto, që di ligje, se atje kishte edhe jurist, që bënte kërkesat dhe më thoshin që nuk ka lidhje këto që të kërkon ty kadastra. Çfarë të kërkon institucioni? Më kërkonte çdo herë, i kam fletat aty në shtëpi dhe nuk i mbaj mend tani, më kërkonte çdo herë një tjetër. Dhe në fund më thanë ata të zyrës, kur ishte 10 në dorë, më thanë do bëjmë një kërkesë të nxjerrë për punën e hartës digjitale. E bëra dhe këtë kërkesë të hartës digjitale, të gjitha në kadastër figuron pronat, e kam me vllain pronën, 50% e imja, 50% e vllajt. Në kadastër figurojnë të gjitha që është prona jonë. Bëm dhe një kërkesë, se tha ajo nga ana juridike, të bëjmë se mbas se tha nga ana juridike nuk e kam të regjistruar pronën, atje në emrin tuaj, e bëm dhe atë dhe prona figuron dhe nga ana juridike në emrin tonë. Dhe e fundit që ishte, kur kërkuam hartën digjitale, se tha i arkitekti të bëjmë një kërkesë, se këto hartat e vjetra, ata i kanë këshirë fare, ata i kanë bërë, nuk i quajnë fare, të bëjmë një kërkesë për hartën digjitale. Zoj, më dëgjoj pak tani. Ku ndodhet prona? Në Tiranë. Në Tiranë. Universiteti Studentit. Te cila drejtori ke bërë aplikimin? Tek e kadastrës toni, tek jugu. Po, më nisin dokument aplikimi dhe kaq duhet. Për të pyetur dhe për të parë se çfarë ndodh. Dhe në asnjë rast dhe për asnjë arsye, mos e interpretoni keq nëse ju kërkohet nga institucioni 1, 2, 3, 4 edhe disa herë dokumente, sepse nuk është se janë pa punë dhe ja u kërkojnë kot. Më kupton? Ka një lloj sensi logjike dhe ajo, ose juridik po themi, të pronës. Aplikimi i fundit kur është bërë, Zoj? Është bërë në nëntor. Të 2025-s. Ose në tetor, nga fundi tetor, ose në nëntor. Çfarë ka? E ke dokumentin e aplikimit? Po, i kam të gjitha. Okej, më dërgo vetëm dokument aplikimi dhe të interesojmë në kadastër pastaj për çfarë po ndodh. Në këtë telefon me WhatsApp. Te adresa pak më poshtë aty në ekran e ke. Ajo www.olanews.tv. Jepi numër telefoni, Zoj. 0? Ti jap numrin e telefonit. Po. 610 9 67 Po. 89 534. Okej. Miranda Prifti. S'ka problem. Faleminderit, Zoj. Dhe në këtë do më komunikoni ju apo po të shkruaj. Okay. Dakor. Sa po të shkruaj mesazh dhe i nis dokumentin e aplikimit. Faleminderit. Edhe ju faleminderit shumë për telefonatën, ditë mbar. Shkojmë tjetër, mirëmëngjes. Uleni zërin televizorit, ju lutem, alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Një pyetje kisha. Po, patjetër. Gjobat që kemi te këto zyre të tatimeve janë falur? Cila gjoba? Unë kam punuar kështu në një biznes, i mbylla gjithë ato gjobat e tatimet dhe ka ngelur sa kështu. Jo, akoma, nëse nuk ju ka njoftuar, sepse kur të ndodh kjo, e di për çfarë po mpyet, do të njoftohesh zyrtarisht nga institucioni, më kupton? Nuk jam falur, se sikur dha një urdhër për të falur, pastaj. Është tjetër kategori e nderuar. Mirë. Dakor, të përshëndes shumë, faleminderit edhe ty për telefonatën. Shkojmë me tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Po. Alo. Klodi. Po, Klodia. Jam një pensionist, që sa vjeç të vjeç, po.
atë 8.000 lekë që na dhanin, janar, disa e marrë, disa nuk e marrë, unë nuk e marrë ata, nuk e di pse ai në të prerë, se s'kemi ata 100.000 lekë. Cilën nuk marrin? Atë 8.000 lekë që na dhanë janar, që filloi janar, ne thamë do ta marrin për gjithë vitin, sikur sa rama. Po pra për gjithë vitin. Më thuaj si. Në pensionistat, muam atë shtesë që na dhanë janar. Po. 8.000 lekë. Po. Tashim atë shkurtin na i hoqën. Po nuk është hequr, jo. Po, unë se kam marrë. Ja të shpjegoj që e ke marrë. Në janar sa e more pensionin në total së bashku me shtesë? 107.000 lekë. Bravo. Në shkurt sa morë? Po, këto kam marrë. 107. Po ta kishin hequr, a do ishte 99? Po, shto, do ishte më shumë. Edhe njerë. Po ta kishin hequr, do ishte 99? Po, 107.000 lekë ishte me atë që u shtua me 8.000 lekë. Po pra, edhe njerë, në janar morën 107 apo jo? Po. Në shkurt morë po 107. Po, 107. Po ta kishin hequr, do kishe marrë 99 apo jo? Se the e kanë hequr pra. Unë e di se shtonë. Jo, i ndëruar, shtesa që bëhet një janar, thjesht nuk hiqet më. Kjo është ajo që ka ndodhur. Po do vinde na 107 që mora unë, do vinde 114 sa i bie. Jo pra, do shkonde 115. 118. Do shkonde 115 po të funksionon dhe kështu, por nuk funksionon ashtu. Shtesa që bëhet, thjesht nuk hiqet më. Më kupton? Mbetet aq. Mbetet aq, nuk... Jo. Nëse do funksionoj si kur u tha, do 8.000 lekë tjetër do shtohet në janarin tjetër. Më kupton? Jo, di se më thanë sa që ju ashtua prapë, vazhdoj më për muaj majna 8.000 lekë. Të kanë gënjur, i dashur, të kanë gënjur nëse thonë, po, 8.000 lekë, për 8.000 lekë marrin aq. Edhe ti e ke marrë 8.000 lekë në për shkurtit. 8.000 lekë, po, e mora janar, edhe në shkurt. Jo, nuk shton. Pra, nuk shkon në mënyrë progresive 8, 16, 24, 32 kështu më. Jo, i dashur. Shtesa që bëhet thjesht nuk hiqet më. Është ajo deri në të paktën 10 orë. Ne faleminderit. Kur shtot që ka marrë 16, 32, 40 me radhë, nuk është ashtu. Jo, nuk është ashtu, jo. Domethënë e ka në kuptimin që e ka marrë 8.000 lekë, po jo 16, 8 prapë. Aq është. Mirë, faleminderit dhe juve për telefonatën. Ditë bukur. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo. Klodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Një javë të mbar. Edhe për ty. Jam ai qytetari në Vlora për çështën e Lena Balliu. Po? Edhe rëndë numrin e telefonit, edhe më thatë që do u marrim në telefon, po në pa mosi i di veti ato. Mos u shqetëso fare, sa po ta kem sqarimin e plot, se po pres edhe një 2-3 detaje, do të kontaktoj sikundër kontaktojmë të gjithë njerëzit kur do pres me 2-3 ditë ta, po edhe javë. Po jo mos ka lidhje s'është në varësi time ajo. Jo, ti unë që nuk varëset, po ti she varësi tënë, unë do kisha marrë që me kohë. Po, ka që, më falë, se lutem se ti e ke tindur, ka që... S'ka gjë. Që në shkurt, ka 3 vje, për në shkurt është aplikimi i fundit. E di, e mbaj mend në rastin. Faleminderit shumë një mirë. Të përshëndes asgjë fare, mos u shqetëso. Të përshëndes, faleminderit edhe juve. Telefonatës, këmë tjetër, mirëmëngjes. Është larguar. Okej, pak çaste në këtë përfundim të pjesës së tretë në 8:15 minuta 068 60 54 639 068 99 00008. Alo. Mirëmëngjesi. Urdhra. Kam televizorin. Duhet të di marrë pensionin për shembull 148.000 lekë. Shtesa, domethënë ky kompensimi që jepet a qëndron për muajin tjetër aty apo gjithmonë ajo vlerë është 140 ca plus 8.000 lekë. Jo, edhe një herë, dhjetori sa ke pasur zonjë? Që do të sqaroj kështu. Mos kesh dyshime. 140
3.000 e ca lekë. Okej, në janar, sa more bashkë me shtesën? Plus 8.000 lekë. Plus 8.000 lekë. Po sa more, pra, ma thuaj fikse, plus 8.000 do ngatrohesh pastaj të përgjigje. 152. 153 ca lekë. 153 ca lekë, do marrësh deri në dhjetor, kaq sa po merr. Po, a qëndron kjo vlerë lekun atë? Po pra, do më thënë, 8.000 lekë që ti ke marrë, 8.000 lekë që ke marrë, nuk hiqet. Mirë, nuk hiqet, po, qëndron për shembull të bëhet 143 sa ka marrë unë apo 144? Po jo pra, jo, po këtë po 8.000 lekë që qëndron, e kam fjalën në llogaritje atje te pensioni. Shpirt, po të them edhe një herë. Nga janari ti merr 153 ca apo jo? Po. 153 ca do marrësh deri në dhjetor. Po, do me thënë gjithmonë 145 bie fjala e qëndron, aq sa ka qenë janar. Zonjë, Plus 8.000 lekë. a dëgjohem aty apo nuk dëgjohem? Në letra, po të kuptoj, thotë po. Do më thënë 153 do vazhdosh të marrësh. Deri në dhjetor, nëse do funksionoj si që tha, do shtohet pastaj një janarin tjetër. Më kupton? Po. Pra 8.000 lekëshi, me që se jemi të përfitimi për 8, nuk hiqet. Unë e ka fjallën këtu. Kjo 8.000 lekëshja futet si numër në 123-shin, apo është gjithmonë 8.000 lekëshe radhë? Se kuptoj fare pyetjen. Nuk regjistrohet, për shembull, që 43 të bëhet plus 8 vete 151. O zonjë, sa e ke pensionin sot, oj dashur? 123 ca lekë. E merr vetë pensionin apo e marrin të tjerët e dashur? Vetë marr. Po nuk e di se sa e ke? Po, i kam letrat këtu, po momentin. Sa e ke pensionin, zonjë? Lëre plus minus me këtë totalin, sa merr në muaj? O kjo di se duhet të flas gjëra fikse, por që... Po mi më, 150, lëre 150. Ose hape, s'ka gjë se të presë. Kur i kërkon se gjenë. Më falë. O zonjë, pensionin që ke marrë një janar, së bashku me shtesën, do ta kesh aq deri në dhjetor. Qa s'ka këtu, qa ka mos kuptuar? Aq një loj, aq sa ka marrë. Po, pra po, një loj. Po. Do më thëmë përveç indeksimeve që mund të bënë, këto janë shtesat të tjera, po them, bi bazën e kësaj mënyre funksionimi, kështu do jetë. Pra, pagesën që ke marrë të plot në janar, do ta marrësh deri në dhjetor. Shumë faleminderit. 8.000 lekëshi vendoset në janar dhe nuk hiqet. Po. Si e qartë duket, ë? Jo, edhe po si e qartë nuk di të ta them ndryshe, po. Them se dhe unë po flas pa letrat këtu, po që... Po s'ka nevojë për letrat, pra. Pensionin që more në janar do vazhdosh ta marrësh aq. Edhe në shkurt dhe në mars dhe në prill deri në dhjetor. E kisha fjalën këtu unë që qëndron e regjistruar jo 143 plus 8, po ajo 8-ja që mora unë qëndron e regjistruar te 145 që... O yll të përqafoj shumë fort, ta hash gëzuar shtesën që ke marrë dhe gjithë të mirat. Të uroj të javë të mbarë. Shumë faleminderit për telefonatën. Ndërkohë do të kalojmë në hapësirë publicitare para se Fondi Sigal ofron mundësi ideale për gjithë ata të cilët duan të investojnë për veten e tyre në pensionet private. Ka goxha lëvizje javët dhe muajt e fundit në kuptimin e përfshirjes edhe ligjërisht në kuptimin e skemës, pra një lloj bashkëpunimi mes privatit dhe shtetit, nëse dikush nga paga e vet investon 5 euro, investon dhe shteti po aq, 1 euro, çfarë si ka. Por besoj që në një ardhmë shumë të afërt do të marrë funksionim të plot dhe do të krijohet në atë bindjen tonë të përgjithshme se pensioni privat nuk është një, po themi, tankërlik, nuk është një luks dhe nuk është diçka që bëjnë ata të cilët kanë shumë të ardhuar. Jo, përkundrazi. Është e kundërta e tre këtyre elementeve që sapo përmendëm pak më herët. Është domosdoshmëri në kushtet kur shtylla e parë e pensioneve gjithmonë më tepër është në vështirësi për arsye që ekspertët i kanë thënë edhe më herët.
disa mendojnë që e pengon, por jo përkundrazi, e ndihmon këtë skemë. Sepse ti pagesën e kontributeve shoqërore e shpërndan, 1% shumë të vogël e çon te fondi pensioni privat dhe në çdo rast del më shumë pavarësisht përqindjes së ulët në krahasim me pensionin shtetëror. Kështu që kjo është plotësuese dhe jo vetëm që e ndihmon, por e suporton në mënyrë të jashtëzakonshme dhe shtyllën e parë të pensioneve që është ajo drejt për drejt e detyrueshme në shtet. Kështu që të njëjtën gjë duhet bëni edhe ju, si kompanitë, bizneset, por po ashtu edhe individët, të cilët janë të shumtë këto muaj që kanë arritur dhe janë bërë pjesë fondit Sigal. Këto i kemi fakte të dokumentuara nga vetë qytetarët pa e kërkuar ne patjetër, por na e kanë thënë vetë që e kanë pëlqyer dhe e kanë bërë. Ndaj të njëjtën gjë duhet të bëni dhe ju, investoni sado që të jetë ajo, edhe një shumë mjaft e vogël parash çdo muaj bën diferencën në fund të 10, 15 apo 20 viteve, sepse në çdo rast ti do të fitosh dhe përfitosh më shumë. Faleminderit Sigal, dhe meqense jemi te këto mesazhe, do të ndalemi edhe te shëndeti, që po ashtu edhe te Sigal keni atë gamën e gjerë dhe ju e dini, por flasim për shëndetin drejt për drejt, sidomos për ata që vuajnë nga problemet e kockave dhe të nyjeve. Dëgjojmë shpesh që edhe në përditshmërinë tonë, dikush apo disa që ankohen, nuk duhet i neglizhoni patjetër këto probleme, të cilat mund të duken periferike dhe jo serioze, por në një kohë të afërt dhe në mungesë të një reagimi të menjëhershëm nga ana juaj mund të kthehen në problematike, sidomos kur bëhet fjalë për kockat dhe nyjet. Oso është një preparat i prodhuar sipas standardeve të Bashkimit Evropian që ndihmon jo në uljen e dhimbjeve, por në rekuperimin e kockës në rast se ajo është e dëmtuar. Do të dëgjoni pas pak edhe këshillin e mjekut përkatës, merrni 1 apo 2 kapsula në ditë në varësi të problemit që keni dhe shpëtoni nga dhimbjet. Pas pak kthehemi në pjesën e fundit. E kthehemi në studio në pjesën e 4 dhe të fundit të programit për ditën e sotme. Mirëmëngjes, telefonata, përshëndetje. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes yll. Na duket sikur bëhemi dhe si të bezdisur, Klodi, kur marrim këtu. Absolutisht jo. Ne prandaj jemi këtu. Një javë të mbar. Dhe ju. Jam ajo nëna për motrën që të thash për punën e pensionit që në Gjirokastër. Në përmet, po që për në Gjirokastër që kanë ato. E di e nderuar, por nuk e kam marrë akoma përgjigjen sepse po hapet e gjithë dosja, më kupton? Në rregull, Klodi. Unë nuk shqetësohem asnjëherë, e kam thënë këtë, dhe kur e them sinqerisht, sepse nëse do ishte nga halli se atë presin dhe ajo e shkret. Ja 2 sakat në shtëpi dhe ti humbasin të mos ashtu për djertën që i takonte. Nëse do ishte çështje bezdisje e dashur dhe këtë e them me bindje, ne nuk do i hynim fare kësaj gjëje. Jo na duket ne pa ne të dim se çfarë njeriu të kemi për këto punë. Dhe prandaj po them që dhe ju mos e keni fare këtë lloj problemi, sa herë të donin, në çdo kohë të donin, sa ku ju themi jemi në dispozicionin e halleve dhe shqetësimeve tuaja, nuk na shqetësoni as pak. Përkundrazi. Rosh, faleminderit. Të falenderoj ty e dashur. Një javë të mbar. Faleminderit edhe juve. Kur mund të ashu për shembull tani? Në momentin e parë sa të më vi vetëm qoftë edhe një sinjal i vogël, do të kontaktoj, dakor? Në rregull, faleminderit shumë. Faleminderit ty. Telefonata, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes dashur. Përshëndetje. Përshëndetje. Dëgjoj, unë kam një hall tjetër kur të më ka ndëruar jetë konata në Atin. Po? Edhe tashi nuk na kanë ardhur lekët, po bën një vit nga Ministria e Transport. Po ku të vete ta kërkojnë? Vete në bankë ngrejnë super, vete në postë ngrejnë super. Çfarë të kërkojnë? Te Ministria e Transportit? Po s'kam numër telefoni, apo ta kërkojnë. Jeni larg? Nga banoni. Nga banoni. Ku banoni? Në Kosht. Po atje duhet të interesoheni, zonjë. Ose thjesht shkruaj në internet si dikush që mund të të ndihmoj aty për ta shkruar, se s'ta jap dot numrin kështu. Tash mos ma jeni një çik numrin. Ma jep ti numrin tënd të telefonit atëherë që të 069 26 Po 79 324 324. E mora, faleminderit zonjë. Faleminderit. Ditë mbar për juve. Shkoj me tjetër telefonat, mirëmëngjes. 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 Mirë si jeni ju. Zotit në shëndet. Faleminderit edhe ju.
edhe marrim nga bashkia. Po. Ne përfitojmë kështu në shtesë në gjë të lutem? Nëse i referoni kësaj të janarit, jo i nderuar. Ja. Ja. Të falenderoj shumë, zoti të shëndet. Edhe ty, falenderoj shumë për telefonatën. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo. Klodi, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Jo, unë kam një pari shtëpit që i kemi marrë këto e banesa, këtu e para demokracisë, që mini në ndërmarjes. Tani unë certifikatën se kam marrë dha. Në kadas, në noteri e kaluam atje, po se kaluam në kadas. Ka në një liqë që falur ato, unë se kuptoj. Se kuptova për çfarë po më fletë dashur. Edhe një herë. Ti ke një shtëpi, ke një pron. Një shtëpi që kemi marrë në banesave, në kone në verit, që marrë në ndërmarjes. Tani s'ka marrë certifikatën unë. Se noteri i kaluam atyre, ne kadas si kaluam në se s'ishin vaditu njëzit. Po pra, po, apliko sot për certifikat pronësie, zonjë. Apliko, po, njëherë që kemi vajtur ne të kadas, njëherë para sa vite, pago sot e aji 3 milion. Po 3 milion, që të pagojmë se s'ishin 3 milion? Po pse, është me akt trashëgimie? Jo, Klodi, jo, nuk është. Po s'ka lidhje tarifa 3 milion pastaj. Do paguash gjopën që se ke bërë se ka dasa sot. Edhe njerë, po pra, sepse është bërë qelje trashëgimis për atë pronë dhe se ke regjistruar brenda muajit. Se nuk, po ishin faditur njëzit. Po nuk e shmang do të atë, e dashur, ajo gjobë nuk shmanget. E kaluam se noterin e atit e gata ishin faditur njëzit, nuk dinim atyre do kalonim andea, do kalonim teja. Dakor, po, kjo nuk merret parasysh, për fat keq. A i fali sa ko, po s'po i fal drejt. Jo, këto jo, e dashur, këto nuk është se jam falur ndonjëherë me thënë të drejtën. Jo, në 2018 nuk falën. Jo, këto... Falën, po nuk e dëgjuam neve, për zotit. Po sa të s'kallë në gjithë një listë tani. Jo, dashur, mos u ngatro. Këto lloj gjobash nuk janë falur asnjëherë. 3 milion të pagosh ne kemi shpitur të E di, e nderuar, dhe fatkeqësisht ajo nuk hiqet. Të pagosh 3 milion të janë shpitur të, kupton ti. Ose tani përballë dy zgjedhjeve, ose do paguhet ose do qëndrojë ashtu ajo, nuk është se ka rrugë tjetër. Po ashtu do qëndroj se s'ka mundësi vetëm kur të dalë, tash mos ka dalë një ligje s'kuptuam neve. Jo, për momentin jo, dashur, për momentin nuk ka një ligj të tillë. Asgjë të lutem. Një djaj për krye. Faleminderit shumë. Miru Gjithë të mirë, faleminderit zonjë. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo? Urdhë. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni, zoti Klodi? Mirë, si jeni ju? Të lutem në adresën tuaj me 08-ën, kam dërguar një me emrin për leje legalizimi, me emrin Andrea Tanku. Te ky numër në ekran? Po, te 008. Po nuk na vin mesazhet aty si e ke çuar. Ato janë vetëm për telefonata dhe nuk vi mesazhe, nuk lexohen, domethënë kupton, sepse janë të inkorporuar në telefon tjetër si telefon shtëpie, po themi. Kështu që nëse i përdor rrjetet sociale, më shkruaj aty, minis aty, i përdor. Rrjetet sociale? Po. Konkretisht kam një kemi që në 2006 që kemi bërë për leje legalizimi, me daljen e këtij vendimit të këtë VKM-s që për punën e që të ndihmojnë bashkisë, domethënë, i bëm kërkesën atje, i bëri dhe baje drejtoria e legalizimeve, atë e bëri thjesht atë... Një dokument aplikimi dhe? Jo, kam vajtur dhe disa herë atje. Jo, më duhet mua një dokument aplikimi. Ta dërgoj po në këtë numër, apo? Jo të këtë numër, jo. Rrjetet sociale i përdor, po them, apo jo? I përdor, më përdor. Anista Klodi Karaj. Ta jo adresa që shef aty në ekran. Po. Dakord? Faleminderit. Përshëndes, faleminderit shumë për telefonatën. Presim tjetër, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhroni. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Klodi, mirëmëngjes. Ule zërin e televizorit, të lutem. Po, e ula. Po. Tani, Klodi, në 2020, në 2000 kam dalë në pension. Aha. Në Durrës. Po. Në Durrës. Dhe atëherë më kërkoi shteti 37 vjetë 4 muaj dalë pension. I pagova se kisha një 4 muaj pa paguajt. 37 vjetë 4 muaj. Tani unë nuk e përfitoj shtesën. Për sigurime shëgjohen, thot, jo, duhen 38 vjetë 4 muaj. Në cilin vit ke dalë? Në 2020.
Në 2020 janë dashur 37 vite. 4 vjet. 4 muaj. 37 vite fiks nëse ke dalë në 2020. Nëse ke dalë Okej, unë i pagova dhe i kam me letra, i kam 37 vjet e 4 muaj kam paguajt. Kur i ke paguar? Atëherë, kupton në pension. Edhe njëri, nderuar, sa lekë ke pensionin sot? Ule zërin e televizorit, të lutem shumë. Ule në zero? Ule televizorin. Ule fare. Ule në zero. Ule në zero. Sa i ke pensionin sot? Sot e kam 250. Po. Pa i milek për. Nëse je urban i plot, duhet të kishe marrë 18.000 lekë. Nëse është kështu situatë. Urbani plot jam këtu, kam lind këtu, jam rrit në Durrës. Dakor pra. Dhe për fabrika kam punu. Nëse në 2020 Kimike 20 e sa vjet, një sigare. Nëse në 2020 ke dalë me 37 vite punë, je pension i plot. Nëse ke më pak. Po mi pra duro se do ta sqaroj. Nëse je më pak është pension i pjesshëm. Po jo më ose unë tani po të them të realitetin. Nuk po të them gjë i nderuar, nuk dëgjove gjë që thash jo. Si e ke emrin? Dimitër Qendro. Dimitër? Me të thënë drejtën mos të bezdis, kam shku një 20 herë atje po, si këtu, ku është Qendra, edhe atje ke gjykata. Ç'lidhje ka gjykata me këtë gjë? Punojnë atje këto të sigurime, punojnë atje. Edhe unë njifsh atje dhe hapje. Dimitër, babai si quhet? Më ligjoj sekond. Nuk e përfiton ta se duhet 38 vjet e 4 muaj. Po sa herë ndryshojnë ligjet e A ke dalë në 2020 i nderuar? Urdhë? Në 2020 ke dalë në pension apo jo? Po pra. 2020 ke bërë 65 vjeç. Po. Bukur. Dimitër, babai si quhet? Thomaq. Thomaq apo Jo, Thomaq, me që, Thomaq. E pra Thomaq. Qendro. Po. Qendro apo Qendro? Qendro. Me e. Po, me e, Qendro. Okej. Nëse ju që se më shahoni këtë punë, të si të shumë e ndryshojnë ligjet. Po çfarë ligjesh ndryshojnë tani? Je i sigurt që ke dalë 2020 apo jo? Mos më lodh kot ti them asaj. Po tani ku di unë në 2020 kam dalë pension. O i dashur, kur e ke ditëlindjen? Me 5 shtator. Të kujt viti? Unë jam 5 i nënti 1956. 1956-ën? Po. Takserat e kemi bërë të shimë... Atëre ke dalë 2021-shin? Po, 2021. Po pse më thua 2020-ën? Më falë nëse... Me sa vite pun ke dalë 2021-shin? 37 vjetë pagohë dhe 4 muaj 400.000 lekë. Se këshumë ta ajo. Po shkëve të rejmë... Po nuk po të them gjë, nuk po të them gjë, po edhe po nuk është kështu thjesht nuk do ta përfitosh, nuk është se do më rresh mua, a kupton, nuk po them këtë gjë. Po pse më se përfitojnë, ata sa do të shetë, po nuk po të them gjë nderuar, po e përcjell tani problemin tënd ti thua. Po shumë faleminderit. Atje s'ka mas sqarim, një 10 herë, 15 herë kam shku. Tani më thot të drejtën, po t'ja ke shpjeguar kështu si ma shpjegove mua, është pak e vështirë për të marrë sqarim, por unë nesër do ta jap sqarimin. Shumë faleminderit. Dakor? Faleminderit ty për telefonatën. Faleminderit shumë. Mirëmëngjes, telefonat si tjetër? Po, mirëmëngjes. Skëti. Kena kam pas konsumu i herë me ty këtë problemin e kësaj shpronës teme, po të këtu kam e të aplikove dhe mora me 300 metrë. Sigur se kam pas asë i herë. Unë e kam qysh 1951. Dhe 1994 shumë që nga detyrun me bak në të rezimin që thusha edhe e bame. Unë e kam atë dokumentin, edhe të pëta njëse dhe ty bile e ke pati edhe më themu që duhet një këtë për ka shumë probleme. Ma njësë cili rast, lutëm se nuk i mbaj mund nga zëri. Mirë, do ta njëse dhe i herë. Por e ka problemi më i madh jemi është dokumenti origjinal është arkiva e një noteres që sot nuk është në punë, ka problemet e saj në shtetin e merë. Dhe arkive e saj ja kanë atashu një noteres në Lezhë, një Enkeleda Calit,
Dhe faktikisht s'po bërë asgjë. Qysh me atë ministrin atë Dibranin që e vaj. Edhe kena me tash i vdina ku me marrë, se me marrë pakin një kopjët ati. Me gjithate, dhe të shkrujmë aty të... Ku ma ke nisur, ku ma ke nisur që ta shoh, vetë, s'ka problem. Aja ka, mund të ketë një vit. Ku ma ke nisur i nderuar? Me këtë numër, me 08-ën. Po jo, nuk na vin mesazhe aty. Te këta numra, dhe kjo vlen për të gjithë, mos na dërgoni mesazhet te këta numra se nuk vin mesazhet nga ata numra. Jo, e mora vesh sot dhe që zhvizon bata bëj mesazh mas janë në emisionin, se nuk arrita me të kapë dhe... Vetëm kërkoj në qose mundesh, me e batë mujtën transferimin asaj arkivës me avan kësaj në kelet, sa shka e marrë në kelet dhe atë në originale, në shkej kopi. Edhe, a mund të marrë me para shkrim fitus, me kënë se unë e kam tjohën si pronë. Po pra, ideja është, do më thënë, ju po më flisin në një lloj mënyrë sikur unë e di çështjen tuaj, po nuk e di realisht. Jo, mirë, ti se man, nëse rritë me sa qështë me dhe shkipohën, majë, nëse... Jo, nëse ma ke nisur dhe 08-a, nuk kam çfarë mbaj mend se... Nuk e di, e konsumu me bashkë, mos do se kam shkru në kompjuter. Në emër të kujt është kjo lloj prone? Kjo është në emrin të nanës, në faktë se baba ka vdek, pa i ba ata. Ku ndodhet prona? Në 94 po thëmë pra, i ba me dokumente njohjen e pronës. Në 2012 së aksejnë për shtetnore. Pa më lejmë ru për asiste nësi letër, asi firma, së kërë. Po të shqy kur shkaj aty, sot bala e kam të fyrë të ashtumet, pa të japë sot i 300 meter, shumë në të shpi. Ku ndodhet prona, inderuar? Leshme në desh qytet. Edhe, që që kena me të që vesh për harë gjysh, që të rrugë. Rase statusi e saj prone vazhdojnë që tjetë shtet? Vazhdojnë, po unë 300 metra i mura, mu mesin jashtë 500 metra. Po, për atë që betet jashtë 500 metra, do bëhet aplikim më vete, sepse nuk mund të përfshihet e gjitha ajo. Më kupton, pra për 500 metrëshin duhet aplikim më vete, me plan rilevimin konkret të pronës. Po bëj aplikim për atë 500 metrë inderuar. Aplikim me pagu pare për te? Nuk e di, po aplikim pa lek nuk besoj që do ketë. Pa gjibë, pa problemi sa unë e kam temen, sa e kam radion të të të. Po, pa tjetër, po që të janë shërbime kadastrale ato, inderuar, notariale që nuk ka problem shërbimit kadastrale me 100.000 lek, që ata 200.000 lek morën vetëm për këta dokumenta. Aha, mirë i dashur. Okej, ç'të them unë. Falenderoj shumë për telefonatë, do uroj gjithë të mirë. Ja, ne mendim kështu profesional, po. Jo, vetëm me aplikim është inderuar, është me mendim juridik kjo. A jemi hedhë gjyq për fitim për ashtrus? Nëse ka pretendime të kësaj natyre, do marrësh një avokat që të ta thotë ai, pastaj nëse është apo jo përgjithësi. Nuk dua të marr një qafë kot. Të përshëndesim dashur. Faleminderit edhe për telefonatën. Shkojmë me tjetër me gjasë e fundit për sot. Mirëmëngjes. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhëro. Jam një banues, unë rri në Vlorë, po kam vjerë në Patos. Vjera ime ka 1 vit e gjysën që është qorruar, me 10 vjeqe. Po? E kam për të mjeku, kemi bërë të veprimet dhe më ka thënë bëj aplikim për në Tiranë, si janë këto regullë, se unë rri me migracion për vete, si dhe ndër. Edhe kam vajtu në bashkinë e saj në Patos, e shpracuar dosja, ka shkuar në Tiranë. Më thanë që u kthye njërë dosja në Patos, dhe tani ka iku prap në Tiranë dosja dhe s'kemi as i përgjigje, kaloj 1 vit e sa. Ajo i ka ndërë për plasu këte, Dosja në Tiranë ku, në cilin institucion? Kur do? Në cilin institucion kaloj dosja në Tiranë?
Unë nuk i di, bashkia i merr ato, bashkia Patosi. Po për çfarë ishin këto për pension? Po është për ndihmë sociale, domethënë që ti shërbej një njeri. Po nuk shkon, okay, po jo, ndihmë sociale pastaj. Nëse janë nga bashkia, s'kam se shkojnë në Tiranë, duhet të jenë nga sigurime shoqërore. Po, më thanë që nuk i bëjnë sigurime shoqërore në Fier këtë kur bëhen për herë të parë. Pra do jenë nga sigurime shoqërore, pra. Për të vërtetuar, po, dhe sa kohë ka kaluar që s'ke marrë përgjigje? Po mos të dalë kështu kam të gati 4 muaj. Si e ka emrin personi interesuar që ta përfitoj këtë se? Nazime Ymer Alilaj. Nazime Ymer Alilaj. Ymer Alilaj. Po babaj? I zonjës? Babaj saj. Se di. Nuk jam bëjmend, e kam shkujt në letra, po se bëjmend. Mirë, nëse nuk e gjem do të kontaktojmë ty prapë pastaj. Faleminderit. I nderuar, faleminderit ju dhe gjithë tjerëve që u bët pjesë. Mustafa. Po, ma thuaj. Mustafa Nano Jati Nazimes. Okej, kuptova, Mustafa. Dakor, faleminderit zotëri, faleminderit dhe ju të tjerëve që u bashkuat dhe na u bët pjesë e programit për ditën e sotme. Ju uroj gjithëve një javë sa më të këndshme, bashkë i takojmë gjatë ditës në lajme.